15-16 nëntor, trajnimi me këta burrat e shtetit, të cilët kanë halle këta, keni halle ju? Keni probleme? Paraja të qetëson apo të fut më shumë në telashe? Unë besoj të gjithë kanë halle. Do më thënë, njerëzit e pasur, njerëzit e varfër kanë hallet e njerëzit e varfër. Këta politikanët hallet e politikanëve, njerëzit e pasur kanë hallet e njerëzit e pasur. Tani pyetja është çfarë hallesh do ti zgjedhësh? Po, halle dashurie kanë për shembull? Çdo njeri ka hallet e veta, kanë hallet e racës vet. Pyetja është në çfarë zone do të identifikohesh. Si ka njerëz për shembull që kanë frikë nga pasuria, thonë jo, se mos. Edhe majnë këto hallet e të varfërve. Edhe kanë qejf për shembull që të jenë të varfër, zgjedhin. Ka disa që mendojnë se jeta e tyre është e degeneruar, thëmë. Jeta e të pasurve. Sepse paraja si quhet? Të prish. Të prish. Ai që ka, është i poshtër. Është i poshtër. Ky është një mentalitet, një stereotip që e nxjerrin njerëzit që s'kan. Unë jam ditë një familje normale, do më thënë pa shumë financa, prindërit e mi intelektual, njerëz shumë të mirë, por që me një rrogë gjithkohës edhe vinë nga komunizmi, dhe një moment të jetës tonë ne kemi qenë vetëm me një rrogë në shtëpi, do më thënë me rrogën e mamit, edhe aty kam pas momente më dramatike. Në ato momente më trondit komplet jeta e besimit dhe të gjitha këto gjëra që prindërit e mi më kishin besuar, më kishin programuar, më kishin fut në sistem, sepse kjo që ne mendojmë, themi dhe jemi, është si pasojë e besimeve që kemi. Pra besimet janë programi. Pyetja është, ky programi çfarë prodhon? Edhe unë nëse shumë njerëz e kanë programi që më mirë pak se shumë e përdum, më mirë si miu se sa si ariu, thoshte mami. Dhe ditë edhe unë më mirë si miu, ne flejmë rahat. Pak ata si ze gjumi natën, ne flejmë rahat, mu ditë gjumi 3 natës pa përbuk. Po ne s'po flejmë olla. Në këtë moment unë kam kuptuar diçka dhe kur kam parë sytë e mamit tim në atë gjë që kam parë kurrë në jetë. Edhe unë jam betuar vetes që unë do bëhem njëri aq i madh saqë nuk do t'i shoh që të mos i shoh më kurrë ato sy në atë formë, ato sy të friksuar për cilë lekët në shtëpi. Dhe kur kuptova që ky programi ishte gabim, fillova të vë ndyshim çdo gjë që më ishte mësuar nga këto njerëz që më donin më shumë etj, por që ishin edukuar në këtë formë. Edhe ditë thash mami, pse si miu neve? Pse jo si ariu? Çfarë problemi ka? Pse trim si miu? Ore pse trim si miu olla? Dhe kur se kupton, domethënë ne njerëzit fillojnë dhe jetojnë si pasojë e një le të themi zakoni të paraardhësve të tyre dhe jetojnë në mizerje.